Filmik i afërt hyri në atmosferën e jetës së socialiste artisti i shquar kosovar Bekim Fehmiu. Bekim Fehmiu, aktor i madh jugosllav dhe botror i filmit, vizitoi kryeqendrën e kombit që i përkiste, Tiranën, më 21 prill të vitit 1972. Gjatë vizitës 2 javore, aktori me famë botrore u shoqërua me personalitete shqiptare të artit dhe kulturës, nga zëvendës ministri i kulturës Aman Thobala, drejtori kinostudios Todi Bozo, regjizori Dimitër Anagnosti, shkrimtari Ismail Kadare e të tjerë. Vizitën e mundsoi ulja e tonëve të armiqësisë mes dy vendeve fqinje, Jugosllavisë dhe Shqipërisë, për shkak të uljes së tensioneve në Kosovë pas protestave të vitit 1968, si dhe miqësisë së përbashkët të dy vendeve me Kinën e Mao Zedonit. Interesant është fakti se gjatë gjithë vizitës, aktori i madh ishte vëzhguar dhe ndjekur nga agentët e sigurimit të shtetit, të cilët dokumentuan dhe lanë të shkruara të gjitha takimet, bisedat dhe fjalët që dolën nga goja e tij. Në një bisedë të përgjuar mes Bekim Fehmiut dhe zëvendës ministrit të kulturës, sigurimi i shtetit ka dokumentuar një bisedë që rrëfen se si aktori i madh ka shumë dëshirë që shqiptarët në të dy anët e kufirit të rrisin bashkëpunimin duke u treguar të zgjuar. Në bisedën me shokun Mantho, ai përdori disa herë shprehjen të punojmë me kopili. Me këtë ai donte të thoshte se ne duhet të përdorim një taktikë elastike, e cila të sigurojë një bashkëpunim të nevojshëm për çështjen shqiptare. I lindur nga prindër shqiptar me origjinë nga Gjakova, Bekim Fehmiu e kaloi fëmijërinë në Prizren. Pikërisht në Prizren, në shkollën e mesme të qytetit, Bekimi bëhet pjesë e klubit të aktrimit dhe, pas diplomimit, aktori teatrit popullor të qarkut të Prishtinës, të vetmi teatr profesional në gjuhën shqipe në Jugosllavi. Me qëllim për të plotësuar studimet, Bekim Fehmiu nis studimet në Fakultetin e Arteve Dramatike të Beogradit, duke u diplomuar në vitin 1960. Po gjatë vitit 1960, ai pranohet antar i Teatrit Jugoslav të Dramës në Beograd. Gjithsesi, suksesin më të madh Bekim Fehmiu e gjen në kinematografi. Kulmin e famës se arri në filmin e vitit 1967, Takova edhe Cigan të lumtur, një portretizim delikat i jetës së romëve, i cili fitoi 2 çmime në Cannes dhe u nominua për një Oscar. Mëtej, midis viteve 1953-1998, Bekim Fehmiu shfaqet si aktor protagonist ose dytësor në 41 filma, qoftë prodhime jugoslave, qoftë të huaja. Duke rënë në sy sidomos për tiparet e forta mashkullore që bënin kontrast me sjelljen e butë, dikur Fehmiu u pikase edhe nga regjisorët perëndimor. Suksesi vjen pasi ai nënshkruan një kontratë në vitin 1968 me producentin e njohur italian Dino De Laurentiis, i cili e përzgjedh Bekim Fehmiu në rolin e Odises në miniserialin e mirënjohur televiziv Odisea. Pikërisht suksesi mbarbotror i filmit Odisea dhe i Bekim Fehmiut në rolin e protagonistit kryesor e bën aktorin me gjak shqiptar të famshëm. Teleseriali Odisea i hapi Bekim Fehmiut dyert e Hollywoodit, por filmi i tij i parë amerikan Aventurat rezultoi dështuar, edhe artistikisht, edhe financiarisht, duke i prerë Bekim Fehmiut hovin për të pasur një karrierë të spikatur në Hollywood. Gjithsesi, nisur nga viti 1971, Bekim Fehmiu zgjidhet të luajë në disa filma të drejtuar nga regjizor të njohur të Hollywoodit, duke luajtur në krah të Ava Gardner e të tjerë artistëve të mëdhenj të kohës. Pavarësisht mungesës së një suksesi të dorës së parë në Hollywood, Bekim Fehmiu do të shkëlqente në Europë, sidomos në teatr. Ai portretizoi babain e Nën Terezës, Nikola Bojaxhiun, në filmin Zëri të vitit 1982, luajti rolin e Jezusit në produksionin italian, Një fëmijë i quajtur Jezus e të tjerë. Në fillim në vitin 1987, në shenjë proteste ndaj keqtrajtimit nga ana e qeverisë jugoslave të shqiptarëve të Kosovës, Bekim Fehmiu u largua në mënyrë demonstrative nga skena në Teatrin Jugoslav të Dramës në Beograd. Deri në fund të karrierës së tij, ai luajti në prodhime filmike në 9 gjuhë, duke e përfshirë gjuhët ballkanike, frëngjisht, spanjisht, anglisht dhe italisht. Bekim Fehmiu ishte i martuar me aktoren serbe Branka Petric. Martesa solli 2 djem, Hedonin si dhe Uliksin, i cili ndoqi gjurmën të tatit duke u bërë aktor. Bekim Fehmiu u gjeti vdekur më 15 qershor 2010 në apartamentin e tij në Beograd.
Raportet fillestare thanë se ai kreu vetvrasje. Trupi i tij u doq dhe hiri u shpërnda në lumin e Prizrenit, që ishte shtëpia e tij e fëmiris. New York Times e ka quajtur Bekim Fehmiun Jugoslav i zemërthyes për shkak të imazhit mashkullor dhe suksesit me femrat, apo edhe shoqërinë me personazhe si Brigitte Bardot dhe Ava Gardner. Disa dekada pas daljes së tij të fundit në ekran, lexuesit e një reviste të njohur italiane për gra e votuan atë si një nga 10 burrat më tërheqës të shekullit të 20.